Në Selenicë është protestuar për të dytën ditë me radhë kundër shkrirjes së kësaj bashkie me Vlorën. Qindra qytetarë u mblodhen te monumenti i Drashovicës për të kundërshtuar çdo vendim që parashikon bashkimin apo shkrirjen e bashkisë në kuadër të reformës së re territoriale. Me thirrje si Selenica nuk mbyllet dhe larg duart nga Selenica, protestuesit kërkuan që bashkia e Selenicës të vijojë të funksionojë si njësi më vete, duke argumentuar se mbyllja e saj do të dëmtonte shërbimet për qytetarët dhe zhvillimin e zonës. U bë një reformë e madhe drastike në 2014, në gjë që ne e kundërshtuam. Atë reformë, po, absolutisht ngelet dhe unë them që inshallah ngelet kjo bashki dhe nëse neve do të dim të bashkohemi, të ngrejmë zërin fort kundër kësaj padrejtësie. Në protest morën pjesë edhe përfaqësues dhe anëtar të Partisë Demokratike, të cilët shprehen mbështetje për kërkesat e banorëve. Në përfundim të protestës, banorët e fshatrave të Bashkisë së Selenicës dorëzuan firmat e mbledhura për një peticion, përmes të cilit kërkojnë zyrtarisht që Selenica të mos përfshihet në procesin e shkrirjes dhe të ruajë statusin e saj si bashki.